Funerali i dinjitozi i Fatos Nanos ka ngjallur reagimet e një pakice llogël që kërkon të bjerë në sy brenda opozitës. Dhe është rast i mirë, kur thuajse gjithë Shqipëria është e bashkuar te homazhet dhe shprehja e respektit, të bëhesh interesant duke bërë të kundërtën. Në të vërtetë, kur e mendon pak më thellë, e vetmja kategori që ka arsye ta urrej Fatos Nanon është pjesa që i ka ikur jeta dëm, duke qenë besnik të Sali Berishës dhe kontribues të mbijetesës së tij në PD. Duke qenë se Nano dhe Berisha ishin binomi i gjysmësparë të tranzicionit, tani, kur Fatos Nano iku edhe fizikisht nga kjo botë, ata kanë arsye të urrejnë fatin e tyre të keq, që kanë 35 vite me Berishën në krye, pa asnjë perspektivë politike, të tallur nga shoqëria dhe të bullizuar si mbetjet e fundit enveriste. Njeriu që ua bën më të rënd fatin e jetës së tyre është shembulli i Fatos Nanos. Humbja e tij në vitin 2005 dhe largimi përgjithmonë nga politika është i vetmi argument që i lë pagoj përballë kritikëve të tyre që u thonë pse duhet vdes Sali Berisha në koltukun e PD-s dhe jo në dhomën e tij të gjumit, ku e ka vendin fund moshës tij. Shembulli i jetës Fatos Nanos i terrorizon. Ajo kujton gjithçka që nuk ka bërë dot idhulli i tyre Sali Berisha dhe gjithë arsyet pse janë në opozit dhe në një pakicë drejt zhdukjes. Ajo kujton që pafuqia e tyre vjen nga fakti se idhulli i tyre Sali Berisha i ka lënë ata rrugëve për të gjitha arsyet që ata urrejnë sot Fatos Nanon. Është interesante, fjala vjen se si ata i kujtojnë Fatos Nanos faktin që ishte i akuzuar për korrupsion, ndërkohë që burgu i tij është certifikuar si burgosje politike, ashtu si Berisha nuk e certifikon dot procesin ndaj tij përveç trushplarëve të vet. Është interesante se si kujtojnë të thonë që Fatos Nano nuk ishte patriot dhe nuk e donte Kosovën, ndërkohë që është i vetmi që uli në një tavolinë edhe Rugovën edhe UÇK-n dhe pas vdekjes me unanimitet të plot pikërisht atë që se bën dot Berisha. Është interesante se si kujtojnë Fatos Nanos që kishte vese, ndërkohë që të qenit qytetar normal si gjithë të tjerët e bënte atë një figurë shumë më popullore se puritani i tyre i mbyllur në zyrë që ka vesin e të përgjuarit veseve. Ata sot nuk vajtojnë për veset e Fatos Nanos, por për fatin e tyre, për idhullin e tyre, i cili, pikërisht pse nuk është si Fatos Nano, i ka lënë rrugëve, pa perspektivë për pushtet, duke i deformuar si qenie njerëzore dhe duke i bërë interesant vetëm duke qelluar me gur një arkivol, që në fakt kanë gjithë jetën që, fal idhullit të tyre, kanë dashur të ishin vrasës të atij që është brenda tij.